Nga sportet malore tek shëtitjet në natyrë. Zakonisht, ne e kemi parë kodrën e diellit në pamjen magjike që bora i ka dhuruar atyre maleve, e ftohtë, e bardhë dhe plot adrenalin, por tashmë vera e ka kthyer atë në një tjetër realitet, në ngjallërimin e gjelbërimeve, të freskët dhe për plot qetësi, nga ku vizitorët tashmë po e frekuentojnë këtë zonë pikërisht për të ikur zhurmës së qytetit. Tani që bora është zhdukur, kodra e diellit ofron një pamje krejtësisht ndryshe. Vizitorët tashmë nuk vijnë për skiim, por me batanie pikniku dhe dëshirë për qetësi, me qëllim për të shijuar gjelbërimin që këto male dhurojnë. Ndërkaq, në deklaratën e tij për televizionin Shenja, një qytetar vlerëson shëtitjet në natyrë si të domosdoshme për trupin dhe mendjen, pasi sipas tij, ecja është e rëndësishme për lëvizjet fizike dhe njëkohësisht e sheh si një largim nga zhurma e përditshmërisë. Na ka tërheq natyra e pastër, ajri i freskët, edhe shëtitja në natyrë. Me gjelbërim ma mirë, ai që e kupton dhe ai që e di natyrën çfarë, dimni ta e mirë kur dielli me borën zbashkët, atëra mirë. Jo, ecje, sa ma shumë ecje, çdo javë. Ndjeni më mirë për Edhe larg zhurmës edhe vetë trupi do lëvizje. Edhe pse sportet dimërore ngelen të preferuarat e saj, përsëri gjen kënaqësi edhe tek natyra, nga ku veçoi takimet dhe pikniket me familjarët. Koha, natyra më shumë, në bën vendi është i mirë për dalë. Ku mbledhemi familjarisht dalim. Përveç natyrës, një lidhje të veçantë me këtë vend kishte edhe një tjetër qytetar, i cili është rritur në këtë zonë, nga ku edhe sot gjen qetësi larg ajrit të ndotur dhe toksinave të qytetit. Ajri pastër, livadët jeshile, kodrat. Unë gjajti se jam rritë në këtë vend. Pa hekin pjasaj tetove, helmet e tetovës, tajmet e veturave. A gjeni më të qetësi këtu? Me siguri. Se i të larkë shumë. Pavarësisht kontrastit që sjellin stinat, kodra e diellit vazhdon të mbetet një destinacion i preferuar për qytetarët, nga ku nuk mungonte as prania e turistëve.